Deputetët e betuar erdhën në kuvend për herën e 37 me radhë, por as kjo seancë e shkurtër nuk solli konstituim. 52 deputet kanë lënë votën. Pas dështimit për konstituimin e kuvendit, deputetët e pozitës dhe opozitës vazhduan me kritika, duke ja hedhur topin njëra tjetrës për blokadën. Ne po e shohim që egoja e opozitës është më e lartë se sa interesi i Kosovës dhe konstituimi i kuvendit. Andaj përmes një strategjie sabotuese dhe bllokuese nuk kemi pjesëmarrje të procesit të votimit. Në këtë pikë të blokadës së plotë, jemi si rezultat i kryenetësisë, i papërgjegjësisë së lëvizjes vetëvendosje dhe Albin Kurtit. Madje dëgjojmë edhe deklarimet qesharake, ku Gjoja thuhet se i ka numrat për qeveri, po nuk i pas ka numrat për krye parlamentare. Kjo situatë nuk do koment, është pa përgjegjësi. Një dështim i radhës në këtë sagë, në këtë seri të dështimeve të një pas njëshme, po vim çdo 48 orë dhe e kemi të njëjtin rezultat. Qytetarët kanë fillu, shoqëria civile ka fillu me protestu dhe kjo është një shenjë mirë dhe këtë protest duhet me drejtu tek partia më e madhe në vend, tek fituesja e zgjedhjeve. Ndërpritet seanca. Të premten të zgjedhurit e popullit do të mblidhen në seancën e 38 në përpjekje për konstituimin e kuvendit, siç bëjnë rëndom çdo 48 orë.